Bibla nga fillimi deri në fund e bën plotësisht të qartë se një ditë historisë do t'i vi fundi. Jezusi do të rikthehet për t'i marrë fëmijët e tij në shtëpi dhe na tregon se si duhet të jetojmë me sigurinë e rikthimit të tij. Vetëm para disa javësh më pyetën, çfarë mendon për njerëzit që e quajnë Biblën një ligjërat urrëtieje? U përgjigja kanë të drejtë. Pasi e morën veten nga tronditja, vazhdova mëtej. Bibla që nga fillimi deri në fund është shumë e qartë se janë disa gjëra që Perëndia i urren. Perëndia e urren mëkatin. Perëndia e urren të keqen. Perëndia e urren ligësinë. Perëndia e urren abuzimin me fëmijët dhe gratë. Perëndia e urren kur gjejmë krenari te mëkati. Perëndia i urren ata që e ngacmojnë dhe i dhunojnë nusen e tij, kishën e tij. Kjo është arsyeja pse ai është një perëndi xheloz dhe ai është dhëndri që e mbron kishën e tij. Dhe ai përballet me ata që përpiqen ta lëndojnë nusen e tij. Psalmi 5 vargu 4 thot, sepse ti nuk je një perëndi që kënaqet në pabesin, te ti nuk mund të zër vende keqja. Ata që lëvdojnë vetveten nuk do të mund të qëndrojnë para syve të tua. Dhe dëgjojeni këtë tani. Ti i urren të gjithë ata që kryejnë padrejtësi. Perëndia urren edhe fen e rrem. Ai e urren fen e rrem. Në librin e zbulesës kapitulli 2 vargu 6, ku Perëndia po i flet kishës në Efes, ai thot se i urren veprat e Nikolaitëve, një sistem fetar i rrem që e kishte pushtuar atë kishë dhe që po pushton kishën e shekullit të 21. Prandaj përgjigja është po. Ata që shohin urrëtie në Bibël kanë pjesërisht të drejtë, por nuk është kjo e gjithë historia. Kjo është një pjesë e historisë, vetëm një pjesë e historisë, sepse Perëndia e do drejtësinë, Perëndia e do shenjtërinë, Perëndia i do mëkatarët e penduar. Jo mëkatarët krenar, por mëkatarët e penduar. Perëndia i do ata që janë të përullur dhe me frymë pendese. Perëndia e do kishën e tij, besimtarët nga çdo cep i globit që janë në mbar botën dhe po na ndjekin tani të paktën nga 120 vende të ndryshme. Perëndia ju do kudo që të jeni. Prandaj ju lutem le t'i hapim Biblat te Luka 17 vargjet 1 deri në 10. Këtu do të dëgjojmë nga goja e vetë Zotit ton realist. Pse e them këtë? Sepse është një deklarat shumë realiste, do të dëgjojmë këtu nga vetë goja e Zotit ton Jezus. Ashtu si unë edhe ju e dini, se e vërteta e vetë ungjillit të Jezus Krishtit ofendon disa njerëz. Që e vërteta e ungjillit bën që disa ta refuzojnë atë. Që e vërteta e ungjillit disave mund t'ju duket si rër në sy. Për disa. Por për sa kohë nuk jam unë që po ju shkaktoj këtë. Nëse po u shkakton ungjilli është mes tyre dhe Perëndis. Kur Jezus i tha, mirë ai mësimet e rreme të cilit i keq drejtoj njerëzit dhe i bëjnë që ata të pengohen ose të bien në mëkat. Ai po thoshte se është më mirë që ai të vdes se sa të mësoj një ungjill të gabuar ose të rrem. Është më mirë të vdesësh se sa të kesh një shërbes që ka për qëllim t'i largoj njerëzit nga e vërteta e të vërtetës biblike të fjalës së Perëndis. Dhe për këtë arsye në vargun 3, ai u thot, kini kujdes veten tuaj. Kini kujdes veten tuaj. Kini kujdes veten tuaj. Është një këshill që kemi nevojë ta dëgjojmë her pas here. Kini kujdes veten tuaj. Bota po ju sheh, familja juaj po ju sheh. Ajo që po na thot Zoti ynë i shtrenjtë është kjo. Shumë larg të qenit një pengesë për të tjerët. Ne kemi përgjegjësinë që kur të tjerët të pengohen dhe të mëkatojnë, ne me dashuri dhe butësi t'i ndihmojmë të ngrihen dhe të kthehen në shtëpi. Më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Ka disa njerëz
që kur ballafaqohen me dikë për mëkatin e tij, fillojnë të shfrynë dhe të gulçasin dhe bëjnë si kaposh, sikur t'i thonë, ta tregoj unë ty, ti je një mëkatar, duhet të bësh këtë gjë dhe duhet të bësh atë gjë, po ju a tregoj se si e bëj këtë. E bëj me lot në sy. E bëj me lot në sy. Sepse jam i vetëdijshëm për të metat dhe dështimet e mia. Mendoj se kjo është ajo që po na thot Zoti ynë këtu në vargje 3 dhe 4. Kur Jezusi tha, vëllai yt, ai po i referohej një bashkëbesimtari. Ai po u tregon se si të trajtojnë njëri tjetrin. Dhe ai po thot që të mos gjejmë kënaqësinë e qortimin e një vëllaje apo motre të rrëzuar, që të mos gjejmë kënaqësi në vetëdrejtësinë tonë kur qortojmë një vëlla ose motër më të dobët, që të mos kapardisemi për fuqinë tonë. Kur me butësi po ndihmojmë që të ngrihet ai që është rrëzuar. Sigurisht duhet të tregojmë seriozitet. Oh, po, duhet të jemi të sinqert, por të butë, jo të frydhemi. Të dashur, më dëgjoni, përgjegjësia për të qortuar një vëlla ose motër që vazhdimisht gabon ose mëkaton, i bashkangjitet përgjegjësisë për të falur. Mos e harroni kur, se pjesa tjetër, që tashmë ju a lexova, se pjesa tjetër është një sfidë për të gjithë ne, përfshirë edhe pastorin tuaj. Por, ajo që Zoti ynë po na thot këtu, duhet të jetë edhe ngushëllim për të gjithë ne. Nëse ai pendohet, faleni, vargjet 3 dhe 4. Sa herë duhet që ta falim të njëjtën shkelje? Zot, ki mëshirë për ne. 7 herë në ditë. Vazhdoni të bëni llogaritje. Pse duhet t'i vendoset një barë e tillë dikujt që po fal dikë? Sepse Zoti ynë po nënkupton se ai njeri që po bën qortimin dhe faljen është një besimtar i pjekur, dhe që po përballet me dikë që është më pak i pjekur, që është ri në besim. Kur ai thot këta të vegjël, ai nuk e ka fjalën për fëmijët. Kur ai flet për të vegjëlit, ai po flet për ata që janë të rinj në besim. Për besimtarët e rinj që po rriten. Pra, duhet ta qortojmë me butësi mëkatin. Po. Edhe kur nuk duam ta bëjmë këtë. Po. Pastaj të falim edhe kur ne nuk duam që të falim. Po. Pse? Sepse kur e bëjmë këtë, bëhemi më të ngjashëm me Perëndin. Bëhemi më të ngjashëm me Perëndin. Më dëgjoni, dhënia dhe falja janë dy karakteristika të Perëndis tonë, edhe kur ne i kemi që të dyja, ne bëhemi gjithnjë më të ngjashëm me Perëndin. Perëndia e urren mëkatin, mbajeni mend këtë. Perëndia qëndron kundër mëkatit, mbajeni mend këtë. Edhe kur fryma e shenjtë na bind, dhe e di që mua më bind shumë herë, kur fryma e shenjtë më bind mua, ai gjithashtu më qorton mua kur bie në mëkat. Por gjithashtu, ai sjell edhe faljen. Ai është i shpejtë për të na falur. Ai është i shpejtë për të zgjatur faljen përmes gjakut të Jezus Krishtit kur ne pendohemi. Falja e Perëndis të dashur është e pakufishme. Ai na fal pa fund herë. Por gjithsesi mendoj se pyetja që është në mendjen e shumicës prej jush, në mos të gjithë ju, është kjo. A duhet të refuzohet falja derisa të ndodh pendimi? Më vjen mirë që po mendonit për këtë, sepse dua t'i përgjigjem. Ka disa mëkate për të cilat falja është e pakushtëzuar. Te Galatasve kapitulli 6 vargu 1. Apostulli Paul thot se kur dikush bie, dhe mbajeni mend këtë fjalë se është shumë e rëndësishme, kur dikush bie, që do të thot se nuk e bën me paramendim, nuk e planifikon, thjesht bijem, mund të ecim në një rrugë dhe të rrëshkasim në një lëkurë bananeje. Nuk është se mendojmë, po do të ecë në këtë rrugë dhe do të rrëshkaste kjo banane. Jo, thjesht bijem dhe jemi të pavetëdijshëm. Fjala që përdoret këtu nënkupton që mëkati nuk është i paramenduar dhe i përgatitur, por që kemi rënë në një kurth për të cilin kemi qenë plotësisht të pavetëdijshëm. Është i paplanifikuar dhe është një gabim i paqëllimshëm.
Në këtë rast, dashuria mbulon një mori mëkatesh. Unë besoj se këtë ka në mendje Zoti ynë këtu. Janë disa falje mëkatesh që duhet të shpallen vetëm publikisht. Ju e vini re se unë do ta shikoj këtë publikisht. Ju i thoni dikujt unë të fal, vetëm pasi ai njeri ju ka kërkuar falje. Kjo është e rëndësishme. Pse po e them këtë? Kuptoni që ky është rasti kur mëkati është i qëllimshëm, kur mëkati është i paramenduar, kur mëkati është bërë zakon. Dhe vini re që thash publikisht sepse ndonjëherë shkojmë te dikush dhe i themi unë të fal, por ai njeri është plotësisht i pavetëdijshëm që ka bërë diçka të gabuar dhe na thot çfarë? Më fal, për çfarë? Dhe kështu ne krijojmë më shumë probleme. Apo më kuptoni? Pra shpallje publike. Ju kujtohet Jozefi? Vëllezërit e tij të mirë, me qëllim, me paramendim, kërkonin që t'i bënin keq. Kur ua ofroi ai faljen e tij publikisht. Kur ata u penduan. Prandaj duhet të kuptoni se unë nuk kam asnjë dyshim që shkrimi na thot se Jozefi kishte falur vëllezërit në zemrën e tij, e kishte bërë mes tij dhe Perëndis para shumë kohësh. Para shumë kohësh, ai e zgjidhi këtë. Por këtë falje ai u ofroi publikisht vetëm kur ata shkuan dhe i kërkuan që t'i falte, ai i fali, ai u dha këtë falje. Por nuk e shpalli këtë falje publikisht derisa ata u penduan. Dua t'ju jap disa arsye, por që po nuk u tregua të vëmendshëm qoftë edhe për një çast nuk do t'i kuptoni. Unë do t'ju jap 6 arsye sepse falja është pjesë e gjërave që një besimtar duhet i bëjë. Nuk është me zgjedhje, ne nuk kemi zgjedhje tjetër. Së pari, siç e thash, falja është gjëja më e perëndishme që mund të bëjmë. Efesianëve kapitulli 5 vargu 1. Së dyti, sa herë që dikush mëkaton ndaj nesh, ai ose ajo mëkaton ndaj Perëndis më shumë. Pse? Sepse në fund të fundit të gjithë mëkatet janë një shkelje kundër Perëndis. Mateu 18:23. Së treti, nëse Perëndia i fal mëkatarët e penduar si unë dhe si ju, ne që ofendojmë një Perëndi të shenjtë dhe të drejtë, atëherë edhe ne duhet ta falim një njeri të penduar. Së katërti, dështimi për të falur na sforcon, nuk ndikon në shpëtimin ton, por e sforcon marrëdhënien që kemi me Atin ton qiellor që na fal. Mateo 18:31. Së pesti, dështimi për të falur pengon adhurimin ton. Ai ndikon në adhurimin ton. Mateu 5:23 dhe 24. Së fundmi, e gjashta dhe e fundit, dështimi për të falur e uzurpon autoritetin e Perëndis. Sepse te Romakëve kapitulli 12 ai thot, hakmarrja është e kujt? E imja. Mos e merrni vetë. Dorëzojani atij, ai do të bëjë një punë shumë herë më të mirë nga sa mund të shpresoni apo ndërroni ju. Nënvizojeni vargun 5, pyetjen që i bën dishepujt Perëndis. Nënvizojeni këtë. Sa herë që kaloni aty ta lexoni dhe t'ju kujtohen këto. Vargu 5. Çfarë than ata? Zot na e shto besimin. Çfarë? Duhet të meditoni për një kohë të gjatë, siç kam bërë unë. Jezusi thjesht u dha mbi shpatulla këtë barë të rëndë dhe u thot se duhet të falin 7 herë në ditë. Dhe ata po pështjelloheshin. Ata vërtet ishin, ata mbeten të tronditur nga kjo pamundësi njerëzore që ai u ngarkoi atyre. Falni përsëri, po Zot. Dhe cili ishte reagimi i tyre? Do të mendonit se do të kishin pyetur, na jep pak më shumë dashuri. Apo mendoni se i than, na jep pak më shumë tolerancë. Ky është termi më i keq i përdorur nga të gjithë. Mendoj se e përdorin për të mbyllur gojën të krishterëve. Na jep kuptueshmëri më të madhe. Na jep më shumë dhëmshuri, na jep më shumë përulësi. Kjo është ajo që do të mendonim ne, apo jo? A kam të drejtë? Por ne mbetemi të habitur nga kërkesa e tyre. Më shumë çfarë? Më shumë besim
Por e dini se pse? Ata me njëherë e kuptuan se ajo që Jezusi po u thoshte ishte një gjë e pamundur dhe që ata ishin plotësisht të pamundur për ta bërë këtë gjë. Si mund t'i falësh njerëzit kaq shumë herë në një ditë? E pamundur. Tek 2 Korintasve kapitulli 2 vargu 16 apostulli i madh Paul, që është një inkurajim i madh për mua, mahnitet kaq shumë nga kërkesa e ungjillit dhe nga besnikëria ndaj ungjillit, nga besnikëria ndaj fjalës së Perëndisë, duket sikur vërtet me të madhe. Dhe thot, dhe kush është i Zoti për këto? Një tjetër përkthim thot, kush është i aftë ta përmbush këtë detyrë? Përgjigjja është askush. Askush. Askush nuk mund të bëj asnjë nga këto gjëra pa fuqinë e mbinatyrshme të Atit ton qiellor. Dhe kjo fuqi e mbinatyrshme vjen vetëm nga besimi, dhe besimi vjen përmes lutjes. Nëse ju mendoni se e keni zotëruar përmes fuqisë tuaj, përmes forcës tuaj, përmes vullnetit tuaj aftësinë për të falur, ju lutem mendohuni edhe një herë. Thirrja e tyre ishte, na e shto besimin. Pse? Sepse ata nuk mund ta shtojnë dot vetë besimin e tyre. Ne nuk mund ta shtojmë dot besimin ton. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë. Tani të dashur, besim për të gjitha sfidat e jetës. Oh, mirësi, sidomos në ditët e sotme ne kemi nevojë për besimin më shumë se për çdo gjë tjetër, por është një dhuratë. Dhe ne mund të njohim besim më të madh vetëm duke kaluar kohë me Atin ton qiellor, në intimitet dhe në lutje, në përulësi dhe në nështrim. Fuqia për të falur dhe për të vazhduar të falim vjen vetëm nëpërmjet dhuratës së besimit. Dhe dhurata e besimit dhe e fuqisë së besimit vjen vetëm duke kaluar kohë në lutje me Atin ton qiellor. Të dashur, më dëgjoni pak. Ne nuk mund t'i shpëtojmë dot lidhjes mes besimit dhe faljes. Ne nuk mund t'i ndajmë dot këto të dyja, ato janë të lidhura në mënyrë të pasgjithshme. Besimi dhe falja janë të dyja bashk. Besimi dhe falja. Unë do t'ju tregoj këtë nga shkrimi. Abrahami, babai i besimit për të cilin fola gjatë mesazhit të shkuar, ai përmes syve të besimit pa 2000 vjet përpara se Krishti do të vinte për të shpenguar botën, dhe prandaj u quajt Ati i besimit, sepse ai besoi atë që nuk e shihte dhe që ndodhi vetëm 2000 vjet më vonë. Kur Abrahami, njeriu i besimit, pati një grindje me nipin e tij lakmitar Lotin. Abrahami, njeriu i besimit, refuzoi që të grindej dhe i tha Lotit kështu: merr çfarë të duash, merr më të mirën, unë do të marr atë që mbetet. Pse? Sepse besimi, dhe kjo është ajo që dua të mbani mend dhe dua që ta përsërisni çdo ditë, mirë, më shumë se një herë gjatë javës së ardhshme. Dhe pastaj nëse funksionon, bëjeni sërish javën pasardhëse. A jemi dakord? Ja se cila është formula. Janë 3 fjalë. Besimi ushqen faljen. Mund ta thoni bashkë me mua? Besimi ushqen faljen. Të dashur, nëse po hasni vështirësi për të falur, mund të kërkoni Perëndisë besim, dhe ai do t'ju jap. Mund t'ju them vetëm një gjë: Perëndia do t'ju përgjigjet. Ai do të përgjigjet. Besimi që mbështetet te Perëndia, që ai është në kontroll, besimi që mbështetet te sovraniteti i Perëndisë, besimi që mbështetet tek ai që thot, mua më përket hakmarrja, besim tek ai që na do më shumë nga sa mund të na doj gjithkush tjetër, besim se planet e jetës ton janë në pëllëmbët e duarve të tij dhe askush nuk mund ta ndryshojë këtë. Perëndisë i pëlqen kur ne i kërkojmë fuqinë e tij të mbi natyrshme. Ne kemi fjalën e Perëndisë për këtë. Kur ne kërkojmë fuqinë e tij të mbi natyrshme për t'ju bindur atij, që të mund të jetojmë për të, që të mund t'i nënshtrohemi atij, që të mund ta imitojmë atë dhe t'i besojmë plotësisht atij, sidomos kur çdo gjë tjetër duket e errët dhe e pamundur për ta bërë me forcat tona, fuqi të mbinatyrshme për të jetuar një jetë
që nuk do të bëj që të tjerët të pengohen, fuqi të mbinatyrshme për të patur guximin që të përballemi me mëkatin, sidomos me mëkatin në jetën tonë, fuqi të mbinatyrshme për të zgjatur falje të pakufizuar. Kjo nuk mund të ndodhë pa fuqinë e mbinatyrshme të Perëndisë. Jezusi po thot se ne mund t'i kërkojmë besim atij për të qenë shërbëtor të bindur. Ne nuk kemi të drejtë dhe as pritshmëri për ndonjë shpërblim, por ai na e jep gjithsesi. Ai na shpërblen, ai na bekon, ai na jep më shumë bekime nga sa mund të përballojmë ne. Ai po thot vetëm që t'jemi të sigurt se jemi besnik në bindjen tonë për gjëra të vogla dhe për gjëra të mëdha. Edhe në fund, Jezusi do të bëj për ne atë që asnjë padron toksor kur sa herë thash këtë mund të bëj, apo do ta bëj ndonjëherë. Por mos se harroni kurrë, se gjithçka vjen nga hiri. Gjithçka vjen nga hiri. Ne nuk mund të pretendojmë asnjë gjë. Të dashur, nuk ka vend për krenari, vetëm për përlëvdim dhe falënderim të përjetshëm. Kuptoni që me mbështetjen te Perëndia dhe mbështetjen te fuqia e tij e mbinatyrshme, ja japim të gjitha meritat Perëndisë. Ne i japim Perëndisë gjithë lavdin, duke i shërbyer me dashuri e tij, vetëm përmes fuqisë së tij. Këto nuk janë shenja dobësie, miqtë e mi të dashur. Këto janë shenja fuqie, të fuqisë së Perëndisë.